skena politike ka nevojë për përvojë, sepse shtetbërja ka nevojë për përvojë, vetë politika ka nevojë për përvojë, dhe ndërkohë duhet që ti parapris të ardhmes. Domthonjë, ky kombinim mendoj unë është formula më e mirë për të formuar një parlament dhe pastaj për të formuar një grup parlamentar më vete. Pra, në këtë logjik, unë gjykoj kështu që le të mos nisemi nga historitë, po themi të vjetra të politikanëve që janë sot në PS, sepse ato nuk mjaftojnë. Unë mendoj që gjykimi kryesor duhet ishte mbi performancën e këtij grupi parlamentar. Dhe në këtë grup parlamentar, ti ke një pjesë e cila ka mbajtur peshën e përballjes politike, peshën e ligjbërjes, peshën e mbështetjes së qeverisë, dhe natyrisht dhe të komunikimit me publikun dhe me elektoratin. Dhe mendoj që kjo mund të ishte një formulë që çonte në identifikimin e kësaj pjese, pra që ka qenë më e mira në këtë përballje 4 vjeçare, e cila nuk ka qenë e lehtë. Ky është një grup që ka përballuar ngjarje shumë të rënda. Vitet vështira kanë qenë, me thënë vërtet. Me djegje karikesh, vitet vështira kanë qenë. Jo, unë them, t'jemi sinqert, nuk sfida edhe të natyrës fizike. T'jemi sinqert, me thënë vërtetën, nga sfidat fizike keni pas 2017. Pra, nuk është merit ajo që ka ndodhur. Sa herë keni pas sfida tjera shumë të forta pedho. Dhe në parlament. Keni pas shumë të forta sfida ato 4 vite. Nuk është merit ajo që ka ndodhur në theshtatës. Merita e qethjes kokës dhe është e PD-s. Nuk çfarë merit. Ka doktore ata. Ka doktore atë. Është meritë e tyre. Po them ku nisi karriera jote. Duhet llogaritur kontributet në këtë parlament. Nga kjo duhet nisur, jo thjesht nga historitë e tjera. Ato janë për libra. Jo, e kisha në sensin që a është kjo rruga e dur për të përcaktuar kush do të jetë përfaqësues ose kandidat për të përfaqësuar një parti e cila ka 12 vite në pushtet. Dhe nuk kanë qenë vite të lehta ato 12 vite. Në atë që postova dje këtë thoja, domethënë që një 30 e këtij grupi duhet i rikonfirmuar. Po themi mundësisht. Pra një pjesë e listës sigurt, pra spaku e cila për mendimin tim, këtë kam thënë shumë më përpara, jo tani, duhet ishte dhe ajo e kombinuar. Ku brenda të ketë dhe të rinj edhe me përvojë. Siç mund të jetë dhe të lista e hapur. Në listën e hapur unë mendoj që pak a shumë i gjithë grupi parlamentar duhet të jetë, sepse në total janë 186 kandidatura. Domethënë janë 140 tek listat e hapura dhe janë 46 te pjesa e mbyllur. Sepse ligji është bërë i tillë që ti në Tiranë do kesh 12 te lista e mbyllur dhe 37 te lista e hapur. 37 është numri totali i mandateve që ka Tirana. Pra kështu është bërë ligji. Tani është gjetur një formulë që kush ka më shumë se një mandat ose një mandat. Po të gjithë kanë një mandat, se janë të ky do hyj tek lista e hapur. Ndërkohë lista e hapur ka vështirësi. Pse? Partia Socialiste e marrim ne sikur do fitoj 20 mandate, cila është një objektiv i vështirë në Tiranë. 12 janë të lista e mbyllur. Sa mbeten? 8. Se nuk jemi partia e Lulit, ne i bëjmë llogaritë mirë. Te kjo 8 që do të jenë 2 ose 3 femra, po pa diskutim, se ligji kështu. Se ligji është i tillë, po. Atëherë të mbeten 5 vende, po themi, në tavë. Burrash. Do jenë nga 37, do jenë nga 20 e ca, diku të 25 burra, 25 për 5. Dhe do jetë një luftë më shumë e brendshme. Unë kam qenë totalisht kundër këtij sistemi. Pra është një luftë që thoni ju që do ditët më të forta në nivel rajonal, po them, do shkaktoj një infeksion, një pislëk, një maskarallëk, një lidhje e gjitha në konflikt interesi mes kandidatëve dhe elektoratit, do i mësoj elektoratin të mashtroj kandidatët e ndryshëm që do i ven, do i trokasin në derë, se çdo BIZ-u do i thot 5 vetave që do jenë po, do mundohem të ndihmoj. Dhe njërin do votojnë fund, se s'mund votoj 5, siç e ka Kosova. Bile në Kosovë votojnë 10. Pra ju thoni që ky modeli zgjedhur nga Rama ka defekte. Nuk është se është zgjedhur nga Rama, po është pranuar nga PS, sepse ka qenë një çështje negociatash me opozitën. Por mendoj që në këtë, po them, në këtë sistem i cili është kontroversal në vetvete, sepse ti thua proporcional rajonal dhe lista e hapur e kthen de facto në një majoritar brenda partisë, duhet ndofta një manovër më efikase. Si formulë është gjetur formula më e thjeshtë, sepse në fundit ata që bëjnë listën e kanë këtë vështirësi.
Në kuptimin se nuk është kollaj të bësh një listë dhe të prekësh... Po pse s'u la për shumë, pse s'u bëj proces primar, është real? Nuk e di, dhe ai do të ishte ndofta, dhe se këtu dalim të diskutimet tjera, dhe më hanë praktikisht, unë e kam thënë dhe më pa. Pyetja ime është shumë e thjeshtë dhe shumë e logjikshme, Po, është e logjikshme, po mos harrojmë që... Edhe është e thjeshtë. Ne sot kemi një strukturë partie e cila ndikohet shumë nga pushteti. Domthonjë, nëse ne marrim në nivel rajonal, ndikohet shumë nga kryetarët e bashkive. Po ky është diskutim tjetër që ne kemi bërë kur kemi hapur hesape të tjera. Domthonjë, nuk do ishte në fakt një proces i çliruar. Ne bëm një lloj platforme e cila ishte digjitale, ku në fakt nëse ajo do shfrytëzohej, po do shfrytëzohej me mekanizma që të shmangnin, po themi, influencat e pushtetit, ajo mund të shërbente. Pra, në qoftë se do të ishte të bëjë në mënyrë pa pritur dhe ti ta merr rezultatin në një kohë shumë të shkurtër, pa pritur që të organizoheshin, po themi, skema ndërhyrjesh. Ndërkohë Priscilla, një tjetër lëvizje e fortë në deklaratën e Ramës, që siç e lexova unë, po kam përshtypjen që leximi nuk është i pasakt, është një farë mënyra një kërcënim që ai bëri që e hodhet në publik, që sigurisht që kërcënim që i drejtohet partisë vet, dhe ai duhet ketë një arsye pse e bën këtë kur thotë o mblidhni veten, mblidhni forca dhe përqendrohuni, ose unë do ta lë veten time jashtë, dhe po ju a them këtë një farë mënyrë, një parathënie të asaj që mas 11 maj, nëse ne nuk fitojmë, larg qoftë, atëherë unike dhe ju bëni çdo në njëri tjetrin. Si kuptohet që në një parti 12 vjet pushtet pa kryetar, kemi parë pas 8 vjetësh që ndodhi PS-s me Mpasikes Nanos, kemi parë që ndodhi PD-s me Gjoja ikën e Berishës, le të kishte ikur tamam do ishin dhe më keq. Mund të bëj një koment Po, patjetër. Unë nuk besoj se është kështu. Fillimisht është menduar që të pak nga komunikim mediatik që Rama të ishte te lista e hapur. Unë dola di dhe thashi, po të ishte Rama në listën e hapur, do shkatronte garën. Po, në rregull. Po edhe ta lësh fare jashtë është, edhe kjo nuk është normale. Nuk do dilte një kandidat thoshte votoni mua dhe mos votoni kryetarin. Këtu jam te reagimi juaj jam. Dhe bëri mirë, shumë mirë që tha. Jo, te reagimi juaj ju keni drejt, sepse prania e kryetarit do ta çorodiste. Unë jam që të jetë lista e mbyllur, nuk diskutoj, jam me ty këtu. Po pra, jo dali jashtë fare. Jam kundër logjikës tënde, di pse, sepse... Por kundër logjikës nuk është logjika ime ka madh, është logjika kryetarit tuaj. Po ti ishte e vërtet ajo që thua ti, ajo është... Ai mua ma ka thënë disa herë në intervistë që, edhe para zgjedhjeve, që në rast se nuk, më thënë atëherë në 2021, që u bërë buj deklaratat e intervistës me mua që tha, në rast se nuk kemi një fitore, në rast se mua do më duhet shtri dorën tek të tjerët, unë ta do iki fare. Pra le themi dhe kjo ishte një element mobilizues për bazën socialiste, e cila dhe atëherë ishte pak e mërzitur, por në fund fare rezultati ishte që ishte. Parimisht ka shumë të drejtë për ato, që thotë që o marr pushtet që mos jeti varur nga dikush ose ndryshe s'bëhet. Por them këtë që kjo që thua ti është shumë e thjeshtë. Dhe duke qenë deputet, një personalitet që nuk kënaqet me rezultatin, jep dorëheqjen pasaj si deputet. Jep dorëheqjen nga kryetar, deputet rinaj. Kurse, unë mendoj deputet rin. Po marrim logjikën. Po atëherë them pse e thot përpara këtë. Unë mendoj që të jetë për zotin Rama, ai nuk do fare të jetë pjesë e listës deputetëve, të jetë për mënyrën e tij të funksionuarit edhe si personazh. Por i duhet të konkurrojë, sepse i duhet të vihet ke lista e sigurt, sepse nuk mund të shkohet në një luftë pa komandantin e batalionit. Nuk mund të shkosh, nuk të frymëzon, nuk motivon. Unë mendoj që e ka presion ekstrem, sidomos nga intrigat dhe nga të gjitha shantazhet që ka këto ditë, pikërisht për listën e deputetëve. Domthonë ai është gati, t'ju tregoj atyre që për atë ai e shikon si butaforike këtë ambicje të smur për të qenë në listë deputetit. Këtë mendoj unë, që Rama vetë, t'ishe për shpirt vetë, nuk do donte fare t'ishe deputet. Por e ka zënë halli që duhet jetë në krye të një batalioni, që duhet të shkoj patjetër një komandant, për përsërisë. Po, sepse e kemi parë që ka ndodhur 2005-2017, qoftë me Ramën, qoftë me Bashën. Jo, nuk është, po mos e buri jemi aty, nuk frymëzon, se thonë ky. Unë mendoj që duhet jetë te lista e deputetëve. Edhe patjetër që është patjetër, por unë them që ai është shumë i lodhur nga intrigat e këtyre ditëve, që po i bëhet një presion, ne e dim shumë mirë, sa manjak dhe sa të fiksuar janë shumica e shqiptarëve, bileza ajo që ka hapur ky portali për të telefonuar ose për të çuar. Ajo Shqipëria deputetët që duan. Unë mendoj që është më shumë një aplikacion, më fal që po them, për njerëz me delire,
të cilët vetë ofrohen dhe në momentin që ti ja ofrohet mundësin, nuk është vetë ofrim, ti ja ke ofruar mundësi, puna është ky modeli dur apo jo? Po është modeli dur sepse ne dim shumë mirë që një figurë që të jetë deputet, këtu jam me Frokun, duhet një figurë që frymëzon, sidomos një mas të madhe njerëzish. Nuk mund të vësh një telefon si 0900 dhe ti ofrohesh vetë aty tani dhe hajde më thuaj ti platformën tënde nga hiqi dhe ma bëdhe në listë. 0800, pse the 0900? Po jo 0900 dhe ka qenë për të aplikuar për vizë në ambasadën italiane, nuk është vetëm për konotacion negativ. Frok, një batut nga ty. Batuta, po shiko, jemi përballë vetes. Ama falë, vetëm se po e bëmë si Petro që po shkëm. Të paktën, Partia Socialiste është më ndershme se PD-ja që bën pseudo zgjedhjet e famshme që bëri përpara 2 javësh. Doktorin ashtu e kemi, pyet 78 bëj si di vet. Po të paktën i pyet 78. Po ajo është kot sepse familja e doktorit, bilesa ime ato i spastron. Më kupton se çfarë bëhet thotë. Jo, ajo është dhe fyerje. Po kurse Rama është i sinqert. Unë vendos, unë jam... Unë vullos me rëpafshëm. Bilesa dhe mund mos të vullos. Për këtë kam një ndryrje, po mbas provë. Me këtë rast të kolë vijemi përballë vetes, vërtet. Ne vetë themi që 12 vjet në pushtet janë shumë dhe të konsumojnë. Konsumojnë, patjetër. Patjetër. Është normale. Këdo. Atëherë, dalim përballë, këtë konsumojnë të parë. Në tërë makinën konsumojnë motorin. Dhe ajo është problemi. Konsumohet parlamenti. Dhe si do të ja bëje, si do futesh në betejën tjetër. Me një parlament që ti mendon se brenda ke plot gjëra që nuk shkojnë, sigurisht që atje, në qoftë se mund të përdorim fjalën digjen dhe disa njerëz me kontributën përballë disa njerëzve që vërtet nuk mund ta çojnë më tej makinën. E para, e dyta, vim përpara faktit që çdo jemi nesër. Do jemi ajo që thatë ju, si Partia Demokratike, larg qoftë, po dhe pak më e rënë, apo do jemi një parti që do ketë të paktën për publikun, do ketë disa figura të reja. Do ketë disa të rinj të cilët nuk garantoj se do jenë të shkëlqyer, padyshim, nuk garantoj se do të jenë politikanë të saktë. Garantojmë që një farë mënyrë na përfaqësojnë ne më Frok. Po kush na përfaqëson nga? Atëherë lëri njerëzit të votojnë. Po kush na përfaqëson? Kush na përfaqëson? Lëri njerëzit të votojnë. Deputetët, lëri njerëzit të japin një ide, të japin një ide, mund të ta japin. Më çove prapë tek ide. A themi ne çdo ditë se kemi parlament të shqiptarë s'kan votuar asnjëherë gabim? Se po qem që kanë votuar gabim? Shiko, momentet caktuara kanë votuar gjithmonë drejt. Shqiptarë sidomos pas një popull nuk voton gabim, sepse i lanë vetë gabimet e vet. Po, mas 4 viteve ndryshon. Le të gaboj. Po populli s'ka gabuar kohët e fundit, vitet e fundit, se ka gabuar sa të duash, dhe i ka larë vetë. Po s'ka gabuar për arsye se është dhunuar shumë nga gabimet e vetë, nga ata që ka gabuar. Dhe ne sot kemi një parlament që të gjithë themi, ndoshta edhe me tepri, se është një parlament s'vlen, është kukulla... Jo, po a jemi dakord që cilësia e kuvendit ka ardhur duke rënë nuk po i futen fare në thënjishit, se po dush ta krahasojmë ti e njeh më mirë se unë, bile se i ke pas kolegë, por po të flas mbas 2008 se këtej. Pra duke filluar nga viti 2009, absolutisht dakord. Absolutisht ke një parlament të tmerrshëm. Absolutisht kështu e shikoj. Dhe ke një parlament ku sërish figurat që spikasin janë po ato që kanë qenë politikan dhe para 2008, që edhe ky është lajm i keq. Që s'kemi arritur të prodhojmë një brez të tërë politikanësh, ka individ, po jo brez. Ne mendojmë se ndodh kjo. Po kjo ndodh edhe për arsyeën se kulturalisht po rrjedh gjithë skena shqiptare. Jo vetëm skena shqiptare, edhe skena rajonale, etj. Por nuk është, kjo është kryesore. Kryesore është se nuk janë deputetë të vitit 91 dhe 92 për cilët ju flisin me admirim dhe me drejt, ku brenda në parlament ndodhishin 42 doktor, profesor të certifikuar... Nga ata të vërtetët? Nga ata të vërtetët. Jo ata që kopjuan doktorin tonë? Jo si Muli, me 7 grada akademike. Do më thënë, kjo është një e vërtetë edhe për arsye se sigurisht që epoka e ligjit, epoka republikës, epoka diktaturës, etj. Kishte forcuar disa linja, disa tela të mendjes njerëzore, të ndershmërisë, të raporteve me ligjin, të raporteve me parlamentin, etj. Dhe për të shkuar në parlament, ishte në radhë parë ishte një fushë honorifike, ishte një fushë nderi madh. Tani, një pjesë e madhe e tyre mos shkojnë o për shkak servilizmit personal, o për shkak të
të konjunkturave që ndërtojnë atje në fshatën në vendin o për shkak të parave dhe të krimit. Kjo është pa dyshim. Por, puna është ta pranojmë të apo jo? Si të mos e pranojmë, i kemi për para në sysh. Po të pak në ta themin e i lavë, se pak kjo në kam betë, si plaku mere, qeshëm e qikë në fund. Mi e shkoj publicitet dhe rekthejemi pas. Në fakt ka ardhur një eleksion i vogël demokracie, çuditërisht ka ardhur nga opozita. Pire nga e opozita e burgosur, rekthejemi pas pak.